Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka reaguar përmes një mesazhi të publikuar duke folur për herë të parë për zhvillimet e fundit në lidhje me hetimet dhe akuzat ndaj tij. Velia i quan këto një kurth të ngritur mbi bazën e një dëshmie të rreme dhe paralajmëron se do të publikojë një seri rrëfimesh që sipas tij do të hedhin dritë mbi të gjithë ngjarjen. Jam mirë, më i fortë e më i vendosur se kur në betejë me të ligën, shkruan Veliaj në mesazhin drejtuar qytetarëve, duke falënderuar për qindra letrat që thotë se ka marrë nga mbështetësit e tij. Veliaj thotë se është përballur me një hetim të palishëm nga anonimati, i cili sipas tij ka shënjestruar jo vetëm jetën e tij, por edhe familjen dhe vetë qytetin e Tiranës. Një vetim 20 vjeçari gjithë jetësime nga rinia, një kryeqytet i sabotuar teksa ishte në kulmin e suksesit, një përsekutim çnjerëzor i familjes sime e një izolim grotesk, si ti isha kriminal lufte apo drejtues kartelesh, shpreh Veliaj. Në mesazhin e tij Veliaj publikon pjesë nga një rrëfim notarial i shtetasit italian Gabriele Taroni, për të cilin thotë se është baza e akuzave ndaj tij. Veliaj e cilëson këtë dëshmi si gënjeshtra e parë, nga ku nisi një zinxhir ngjarjesh që përfshin protesta të rreme, kallëzime anonime, kërcënime ndaj dëshmitarëve dhe shkallëmimin e Tiranës. Ndaj secili duhet ta lexojë apologjin notariale të Gabriele Taroni si leksion. Në përmbyllje të reagimit, Veliaj lëshon një mesazh të drejtë për të gjithë ata që e ndjekin. Ju përqafoj me mall të gjithëve, do të luftoj për vete dhe për secilin prej jush. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.